në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Të dashur vëllezër dhe motra në Krishtin, sot Kishërën e Shenjtë Ortodokse premton dëshmorën e madhe Shën Marinë. Ajo glindë u rrit një familje pagane në Antiopi të Pisëtisë në Azinë e Vogël, e ëma vdiq pak ditë pas lindjes së Marinës dhe për to kujdesi Ati e Desi, një prift pagan. Ai punsoi një grua që u morë me rritjen dhe edukimin e Marinës. Kujdestari e saj pak kohë më vonë përqafoi fenë e krishterë dhe kështu krahas kujdesit për rritjen trupore, kujdes dhe për edukimin e krishterë të Marinës. Si mbushi 12 vjeç, Marina u katekizua nga preftrinjtë dhe u pagëzua. Merrte pjesë rregullisht në mbledhjet adhuruese, rrëfehej dhe kungohej rregullisht me trupin dhe gjakun e Krishtit. Dëgjonte me vëmendje të madhe predikimet e preftrinjve dhe e absorboje me zell të madh gjithë doktrinën e krishterë të Ungjillit. Nuk ishte vetëm dëgjuese, por dhe zbatuese në praktikë e mësimeve ungjillore. Falje rregullisht dhe kungohej sa herë ndjente të nevojshme. Kujdesi shumë për pastërtinë shpirtërore dhe trupore dhe u bë një nuse e denjë e dhëndrit qiellor Jezu Krisht. E shtyrë për dashurisë së krishterë dhe prindërore, i tregon të Atit të Tij Desit se ishte bërë krishterë dhe i lutej me përgjërat që dha ai të pranonte Krishtin dhe të pagëzohej. I Ati, kur mori vesh se Elia ishte bërë krishterë, u tërbua. Pas u përpoq të ndryshonte mendjen, me fjalë por edhe me kërcënime. Kur pasi ishte e kotë, u largua duke e mohuar stupien e tij dhe duke e mallkuar. Tek autoritetet nuk e denoncoi në Afrika se mos e pësonte dhe vetë që e kishte lejuar të bien të konvertohej në krishtëri. Olivri, qeveritari romak i qytetit, duke ecur në rrugë, pa Marinën, bukurien të cilës ishte e papërshkrueshme. I turbulluar nga bukuria e saj, ai urdhëroi shërbëtorët që t'ia sillnin Marinën në banesën e tij. Menjëherë pa u turburuar për moshën e saj tepër të re, pra 15 vjeç, ai rrëfeu pasionin e tij, dëshirën për ta pasur për vete, madje i propozoi edhe për martesë, duke i premtuar jetë luksi me para dhe shërbëtorë. Që nga momenti që u detyrua të paraqitet para qeveritarit, Marena e kuptoi se kishte ardhur koha të dëshmonte besimin e saj te Krishti, dhëndri i saj qiellor. Njoftoi priftërinë dhe besimtarët të luteshin për të, dhe njëkohësisht filloi të lutej edhe vetë. Si pa insistimin e qeveritarit, i mbushur plot pasion dhe epsh satanik, i pohon me guxim se ishte krishterë dhe refuzonte me përpuzje çdo premtim dhe joshje epshi dhe pasurie. Qeveritari, pasi u përpoq me lajka e premtimet të ndryshonte mendje, urdhëroi torturat më mizore kundër shitores. E rrau me kamshik për vdekje, pa mëshirë, që ta friksonte, por pa sukses. Kur pakën ngulin e Marinës dhe guximin e saj për të ruajtur besën e saj të krishterë, ndaloi torturat dhe e hodhi në burg, me shpresën se ajo do të tërzohej nga Afrika dhe Uria, por pa sukses. Në burg, asaj u shfaq Zoti Krishti, që e shëroi plotësisht nga plagët e shumta dhe i dha forcë që të duronte deri në fund e të merrte kurorën e martirës. Olivri qeveritari
i sfiduar nga besimi pa lëkundur i Marinës dhe nga frika se dhe njerëz të tjerë do të besonin te Krishti, urdhëroi ushtarët të vrisnin Marinën duke i prerë kryet. Kështu e mbaroi të jetë shkurtër toksore, nusja e Krishtit, duke marrë kurorën martirizimit dhe duke fituar parajsin e ëndër. Duke lexuar jetën e dëshmores Marina, shpirti ynë mbushet me admirim për këtë vajzë të re që sfidoi gjithë botën dhe kurthet e saj nga dashuria për Zotin Krisht dhe ungjillin e tij. Ishte tepër e re. Sapo kishte njohur botën dhe njerëzit, akoma nuk ishte thurur ëndrat e saj për jetën, e megjithatë kjo nuk e pengoi që sfidonte rininë e saj dhe dëshirën për të shijuar jetën në këmbim të jetës qiellore. Imitoi ëngjël nga pastërtia e shpirtit dhe e trupit, luftoi kundra pasioneve me kreshën dhe lutjen dhe çdo vetë përmbajtje. Studionte çdo ditë shkrimin e shenjtë dhe kungoi shpesh. Me trupin dhe gjakun e Krishtit, duke marrë fuqi shpirtërore dhe duke u përgatitur për martirizim. Duke kujtuar vazhdimisht fjalët e Zotit Krisht, që pa mua ju nuk bëni dot asgjë. Të dashur vëllezër dhe motra në Krisht, në epokën tonë, kur të gjithë janë dhënë në lakmim si varlami dhe luftojnë natë e ditë të kënaqin lakmit e tyre, mesazhi i Ungjillit duket një paradoks dhe absurditet dhe plotësisht i pamundur për të realizuar në jetën tonë të përditshme. Kur janë të shqiptorët tanë, të mrekullueshëm dhe konkretishëm Marina, që lutim sot na bindin se mesazhi i Ungjillit të Krishtit është gjallë, dje, sot e përjetër. Dhe ka fuqi të transformojë tërësisht jetën tonë, mjafton që ta marrim seriozisht atë. Le të vdesim në Adamin, le të ngjallemi me Krishtin, le të aktivizojmë frymën e shenjtë që gjendet brenda nesh qysh nga dita e pakëzimit, duke praktikuar çdo ditë besimin tonë të krishterë ortodoks, duke imituar Krishtin dhe shittorët e tij. Me durim le të ecim përpara në rrugën e besimit, duke shpresuar se një ditë Zoti do të na shpërblejë, do të na thotë: "Eja, o shërbëtor i mirë dhe besnik, të hysh në mbretërinë që e përgatiti Ati i Perëndi, qysh përpara jetëve, e të gëzohesh bashkë me angjëllt dhe shittorët për ata që e duan dhe i ruajnë porositë e tij."